Shtrati lumit shkumbi në pjesën e fshatit Golik të Pogradecit po dëmtohet çdo ditë teksa një kompani private merr prej andej inerte. Banorët të zonës dhe pushtetarë vendor shprehen se gryrjet që po bëhen në shtratin e lumit rrezikojnë përmbytjet e zonave në afërsi të tij. Këtu me këtë firmë që po punohet ne nuk po e marr veç apo bëhet një. Tash ne jemi banorë të kësaj zone këtu. Tokat para përmbytjes po thellua lumi këtu ja sipër janë komplet toka sipër këthe janë dëmtuar ato. Tash këtu nëse marr veç nga kanë këta që vinë nga pushteti vendor, nga pushteti lokala, nga pushteti qendror sipër. Siç e shikoni edhe vetë, këtu po bëhet një masakrimi i vërtet i shtratit të lumit. Kjo situatë po shkon rreth 10 ditë. Kemi bërë konstatimet e nevojshme, jemi drejtuar bashkisë. I lutemi institucioneve përkatëse ta ndjekin këtë problem, se megjithëse është një problem madhor, po shkatrohen pronat e banorëve të njësisë tonë, se anës shtratit të lumit ka sipërfaqe toke, edhe këto rrezikohen që të përmbyten nga erozioni, nga gryrja e lumit. Inspektoriati i mjedisit në këtë zonë bën të ditur se kompania në fjalë nuk ka leje mjedisore për gërmimet. Për këtë muaj më parë firma ka marrë dhe një gjop nga Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit. Ndërkohë, edhe Inspektoriati i Bashkisë Pogradec e konsideron këtë një shkelje të hapur. Sipas ligjit mjedisit është ndaluar që të shkatrojnë lument, të gërmohen dhe të merren inertet. Ne si Inspektoriat Mjedisi pranë Bashkisë Pogradec kemi vënë disa gjoba firmës të cila ekziston dhe punon akoma në këtë lum, për ta shkatruar këtë lum, për të shkatruar gjithë këtë zonë këtu që është shumë e bukur dhe ne kemi bërë edhe akt inspektimi dhe proces verbal kemi mbajtur, por këta vazhdojnë akoma dhe shkatrojnë lumin. Ne jemi interesuar edhe pranë përfaqësuesve të kompanisë, por këta të fundit gjithnjë janë shmangur kontaktit mediatik.